Si asnjëherë tjetër, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bën bashkë në varezat e dëshmorëve në Gjirokastër. Në këtë 5 maj, veç familjeve të dëshmorëve të rënë luftë për atë dheun, të pranishëm kanë qenë kandidatët e 2 forcave politike të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për të kryer homazhet e rastit. Në prononcimin e tyre, kandidati i Partisë Demokratike, Arben Ristani, gjeti rastin të bëjthirje dhe për të votuar për të larguar pushtetin aktual. 5 maj nderojmë dëshmorët e atë dheut, nderojmë ata që bën sakrificën sublime duke dhënë dhe jetën për atë dheu. Djathta ka në gjenezën e saj, në ADN-n e saj, dashurinë për atë dheun, dashurinë për Zotin dhe për familjen. Me këtë rast, duke qenë se ky 5 maj është kaq pranë ditës së zgjedhjeve, do të ftoja shqiptarët që vota e tyre të jetë patriotike. Vot kundër hajdutëve, vot kundër atyre që varfruan Shqipërinë, vot kundër atyre që shpopulluan Shqipërinë. Zakonisht përfaqësues të Partisë Demokratike, homazhet i kryejnë vetëm në varezat e të rënëve të ballit kombëtar. Ndërkaq ceremonia u përshëndet dhe nga të tjerë pjesëmarrës, përfaqësues të institucioneve vendore e familjarëve të të rënëve. Në kalendarin e aktiviteteve të Bashkisë Gjirokastër, është dita në fakt ku ne nderojmë të rënët, dëshmorët e dheut, djemt, vajzat, burrat dhe gratë edhe të Bashkisë Gjirokastër, të cilët nuk urrësien asgjë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ka 80 vjet që ne vim në çdo 5 maj për të kujtuar dëshmorët e dheut, të gjithë ata djemt dhe vajzat që dhanë jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Nuk është vjetëruar këtë ditë, madje e bërë më aktuale se kur, si një ditë e rëndësishme e kujtesës kombëtare. Luftë e dytë botërore të bukur trim maqimore, djem dhe vajza, dëshmorë dhe heronj, të cilët sot ne na bëjnë krenar në përkujtimin e tyre, po këtë maj është dhe 80 vjetori i fitores mbi fashizmin pra 9 maj, dhe ne prandaj jemi krenar sepse i përkasim kampit antifashist. Gjirokastra në historinë e saj shkëlqen si një medaljon i rrallë. Ditë simbolike, sepse këtu janë arrosur në këto ndina të bukura djemt e vajzat të rrethit Gjirokastrës, të cilët lanë ëndrat e tyre rinore dhe do dhe madhin për liri në Shqipërisë. Edhe unë ushur lavdi të dëshmorëve të abdot, këtyre bijve dhe gjijave, të nënave shqiptare, janë të altar të shojnë, dhe ne duhet të nderojmë të respektojmë ta, jo për një ditë caktuar, po gjatë gjithë vitit dhe gjatë gjithë kohërave. Ndërsa në ceremoni nuk munguan dhe përfaqësues të Partisë Komuniste, ku kanë përshëndetur me simbolikën e grushtit.